Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojini botoxin, zbulohet maska që zhduk rrudhat për një ditë. Produktet natyrale që njerëzit konsumojnë çdo ditë janë të mira për shëndetin e organizmit, por edhe mirëmbajtjen e lëkurës dhe të flokëve. Mirëmbajtja e lëkurës dhe flokut nuk ka përse të kushtojë një tufë me para. Nëna natyrë i ka ofruar njeriut një larmi produktesh të cilat e ushqejnë njeriun nga jashtë brenda. Produktet natyrale që njerëzit konsumojnë çdo ditë janë të mira për shëndetin e organizmit, por edhe mirëmbajtjen e lëkurës dhe flokëve. I tillë ishte edhe rasti i vezëve, të bardhat e të cilave janë fantastike për shumë trajtime të rëndësishme të bukurisë që mund të bëhen lehtë në shtëpi. Vezët janë të mbushura me proteina siç është albumina dhe kolagjeni. E bardha përmban 2/3 e proteinës së vezës së plotë. Kjo proteinë është e plotë që do të thotë se përmban të 9 aminoacide thelbësore për trupin. Këto proteina janë të dobishme jo vetëm për lëkurën, por edhe për skalpin e kokës dhe flokët, sidomos ata të yndyrshëm. Maska flokësh me vezë dhe vaj ulliri. Përzieni 2 vezë me një lugë gjelle vaj ulliri dhe rrihni fort me një pirun. Aplikojeni maskën në flokë dhe mbajini për 30 deri në 45 minuta. Maska për flokë të yndyrshëm. Përzieni të bardhat e 2 vezëve me një lugë gjelle me lëng limoni. Aplikojeni maskën në flokë, por jo në pjesën e rrënjëve. Mbajini maskën për 10 minuta. Maska për mbylljen e poreve. Rrihni të bardhat e 2 vezëve me një pirun derisa të formohet shkuma në sipërfaqe. Hidhni pak lëng limoni dhe vendoseni maskën në lëkurën e sapolar. Maska duhet aplikuar në zonën e ballit dhe mjekrës. Mbajini për 10 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Maska kundër plakjes. Përzieni të bardhën e një veze me gjysmë lugë çaj me mjalt. Maskën mbajini në fytyrë për disa minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Të bardha vezësh kundër qelizave të vdekura. Përzieni të bardhat e një veze me një gjysmë lugë gjelle me mjalt dhe pak lëng limoni. I lëngu i nxjerrë me një të shtrydhur të vetme me dorë. Shtoni një lugë çaj me sheqer ose krip. Përzieni ato së bashku dhe aplikojeni në lëkurë me lëvizje rrethore. Më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përveç proteinës, vezët janë gjithashtu të pasura me hekur, vitamina B dhe selenium që i japin lëkurës tuaj një paraqitje rinore, por ndihmojnë edhe në ruajtjen e peshës së shëndetshme të trupit. Veza është një ndër produktet e cila nuk mungon kurrë në shportën e konsumit të çdo familje. Gjen përdorim pothuajse kudo, gatim, gjellërash dhe gjithashtu ëmbëlsira, maska bukurie për fytyrën, flokët e të tjerë, por ajo që e bën të veçantë janë vlerat e saj të shumëllojshme ushqyese. E pasur me aminoacide, vitamina C, kompleksi i plotë i vitaminës B, vitamina D dhe E, fosfor, selen, komplekse proteinike e të tjerë. Veza është aleati i shëndetit të mirë dhe i bukurisë, të cilët duhet që të përdoren gjithmonë. Me siguri shumë prej jush i kanë ende të shënjuara në kujtesë imazhet e gjysheve dhe mamave me vezë në fytyrë dhe flokë, prandaj ne i sillim ato edhe një herë për ju. Tonik për fytyrën. Jeni të lodhur nga një ditë stresuese në punë ose në familje, fytyra është e para e cila do të ndjejë këtë gjë, prandaj jepini një pamje freskuese duke e zëvendësuar
tonikun e zakonshëm me albumin të bardhën e vezës, ajo përmban disa përbërës me veti anti-inflamatore dhe gjithashtu pastron papastërti dhe qelizat e vdekura nga poret. Nga ana tjetër, ajo përmban përbërës me veti anti-inflamatore të cilat zhdukin edhe rrudhat. Rrihni 2 të bardha veze dhe vendoseni ato në fytyrë për plot 20 minuta duke evituar kontaktin me sytë. Do të ndjeni një efekt shtrëngues, por do të mësoheni me të. Lani fytyrën me ujë të ftohtë dhe aplikoni gjithashtu një krem hidratues. Eliminoni qeskat e fryra të syve. Inflamacioni pranë syve, i cili duket sikur formon disa qeskëza në ngjyrë mishi, bën që lëkura dhe fytyra juaj të duket më opake, e plakur dhe e sëmurë. Ne po ju propozojmë një recetë e cila është shumë interesante për të reduktuar gjithashtu këtë problem me ndihmën e një topi pambuku ose peneli. Atëherë ju duhet të përdorni për të lyer sytë. Lyeni pikërisht të zonën e inflamuar dhe jepini një ndihmë dhe lëvizje rrethore fytyrës me vezë dhe lëreni të përthithet natyralisht nga fytyra për 10 minuta. Në fund, lani pjesën poshtë syrit me lëvizje të buta, duke qenë se bëhet fjalë për një zonë shumë delikate. Aplikojeni këtë maskë çdo ditë dhe këtu ne po flasim në favorin tuaj. Maska për lëkurë të yndyrshme. Femrat që të cilat kanë një fytyrë të yndyrshme e dinë shumë mirë se sa i vështirë dhe i kushtueshëm është trajtimi i saj, duke përfshirë këtu kremrat, locionet larëse, maskat e përjavshme e të tjerë. Ne këtu do t'ju propozojmë një recetë e cila është shumë interesante dhe që do t'ju ndihmoj të mbani nën kontroll rritjen natyrale të sebumit, yndyrës natyrale të lëkurës. Në një enë shtoni 3 të verdha veze dhe 3 lugë çaj miell tërshër dhe kalojeni ato në frulatore për disa minuta. Pasi 2 përbërësit të lidhen mirë me njëri tjetrin, duke formuar një masë kremoze, aplikojeni me kujdes në fytyrë dhe mbajini për 30 minuta. Në fund, lani fytyrën me ujë të vakët dhe masazhojeni me pak vaj kokosi ose vaj bajamesh. Maskë me vezë për flok normal. Përzini një vezë të plot me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe lyeni flokun në tërësinë e tij. Mbajini maskën për 20 minuta dhe më pas lajeni me ujë të ftohtë. Këtë maskë mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë. Ajo ruan ekuilibrat e yndyrës së flokut dhe gjithashtu përmirëson rritjen e shëndetshme të tij. Maskë për flok të thatë. Për këtë maskë juve ju nevojiten 2 të verdha vezësh dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Lyeni të gjithë flokun dhe mbajini maskën për plot 20 minuta. Maska duhet përdorur 1 deri në 2 herë në javë. Më pas, lajini flokun dhe aplikoni zbutësin tuaj dhe do të shikoni që floku juaj do të jetë tërësisht i butë dhe ndërsa skalpi juaj do të marrë të gjithë ushqyesit e tij të nevojshëm. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!